بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Nga fjalët e mira që Allahu Azza wa Jalla dën, janë të shumta dhikri, leximi i Kuranit, duaja, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, fjala e mirë që i thuhet dikujt, këshilla e mirë që jep dikujt dhe të tjerat, atëherë ta aktivizojmë gjuhën tonë në çdo fjalë, çdo vepër. Na kena mundësi çdo ditë me rëndu peshorën e veprave tona me subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, sa që pos që e rëndojmë atë me sevape, Allahu i dën këto fjalë shumë. Nuk duhet me qenë shumë materializmi që na shtyn me thonë këte, sa duhet me qenë ndjenja shpirtërore që unë kur po them subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, Allahu e dën thonësin e këtu në fjallëve. A është synim xheneti apo është takimi me Allahun xhenet synimi unë? Takimi me Allahun në xhenet është synimi unë. Ai kënaqet nga ti kur ti thu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Atëherë këqyre se sa jetu e gëzu Zotin tënë, këqyre se sa jetu investu të gëzotë ju që ty me dasht përmes në dy fjallëve. Nëse 100 herë ditë thu, do më thonë çka që i afru. A ka mundësi mëra 24 orëshit mu thonë ma shumë? 100 herë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi adhim i merë 3-4 minuta. Do më thonë ti ke investu për takimin me Allah në zugjet 3-4 minuta, kur i thonë 100 herë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi adhim. Shumë mirë është kjo, sepse ka dikush që se thot heq. Ama ai që e din realitetin e takimit me Allah në zugjet, dhe se kur vendosën në atë luginën e fjah, ato kursit, karikat dhe koltuqet, ai që ma shumë e ka thonë është ma përpara, ma afer Allah të zugjen, ai i cili ka pas mangësi, edhe ajo është afer, ama ma ka fundi, atëra din se ku do të me investu. Për këtë shkak, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, letjen ato që na i lëvizin gjuhën. Letjet shi'aruna wa ditharuna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kur njeri e ndin një ftoft, që është bjen men të isha pështjel, të kisha vesh diçka, para se me të shku men, për me u vesh kur nërth, le të shkën, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, sepse jetë në zenë, zamrën dhe shpirtin. Kur të vjen në zet, para se me të shku men jam u fladit e zamrën tonë me subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, nuk ka mundësi të tërhiqet dashuria e Allahut azza wa jall me diçka më shumë se sa me këtu fjalë. Sipas asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me çka i themi këtu? Me gjuhë. 1 sekondë gjys subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi. Çikash, nuk ka më shumë apo. Pastaj këshire se çfarë cilësie të jetës kemë pas. Brengat, telashet, këshyre që zhdukën, tretën, si kurse që tretët akulli pas një dilit fuqeshëm, nuk mbet as gjurëm, që shto, heke nga edhe dhe telashet kur t'i lidhesh me Allahun azza wa jall, duke e përmend atë.